Për zëvendës kryeministri Nizet Mexhiti, Koçani është ndërgjegja që thërret për veprim për të gjitha rastet e ngjashme si Besa Transi, Spitali Modular e Laskarca, që nuk kanë marrë epilog dhe për të cilat qytetarët ende presin drejtësi për jetë të humbura. Teksa lutemi për të mbijetuarit dhe përgatitemi për t'u dhënë lëmtëmirën e tyre që u shuan tragjikisht me 16 mars, si qeveri zotohemi se leksioni i hidhur i Koçanit është mësuar, se mesazhi është pranuar. Shteti nuk do të qëndrojë më duar krysh dhe nuk do të lejojë që drejtësia të humbet e të devalvohet në përhilet institucionale të ndërtuara për të mbrojtur të paprekshmit, por shteti do të veprojë, përgjegjësi do të ketë, drejtësi do të ketë për Koçanin, për Besa Transin, për Spitalin e Dedovës, për Laskarcën, për të gjitha tragjeditë të cilat kanë për shkak korrupsionin dhe pandoshkueshmërinë dhe për pasojë kanë jetët e njerëzve. Edhe kryeministri Kristian Mickoski u zotua se do të rihapen të gjitha rastet e mëparshme dhe se do të bëhet hetimi detajuar nga organet kompetente. Këtë e tha në një intervistë në Sitel, duke folur për frikën që u është mbjellë qytetarëve nga shumë tragjedi që kanë ndodhur viteve të fundit. Mickoski është i sigurt se do t'ia dalë në këtë betejë e nëse kjo nuk ndodh, thotë se është po ai që do ta rrëzojë qeverinë. Ja sam takov čovjek. Koga vlegujem vo bitka, koga ke odlučujem da vlezem vo bitka. Ili jas, ili protivnikot. Ne može dvajcata. Dobro, držime za zborin i građanite su sigurnost mora? Ako ne uspejeme u ova bitka, ja sam to što sam ke urnam ova vlada i normalan proces u jedna demokratska država je da se ovdje ne izbore. Vidiki ne sam uspel. Me porazile. Zato i vi rekov, ili ti je, ili nije. Nema ovdje poveke prostor za dvajcata. Për ndryshe në aksidentin e Besa Trans jetën e humbën 45 persona, mes të cileve 12 fëmijë, gjatë rrokullisjes së autobusit në Laskarcë 16 persona, ndërsa gjatë djegjes së Spitalit Modular në Tetov jetën humbën 14 pacientë.